Pas vdekjes së kreut të Kishës Katolike Romake, Papa Francesku mëngjesin e sotëm, liderët e shumë botror dërguan mesazhe ngushëllimi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në telegramin e saj të ngushëllimit theksoi se Papa frymëzoi miliona njerëz shumë përtej Kishës Katolike me përullsinë dhe dashurinë e tij kaq të pastër për më pak fat. Sot bota mban zi për vdekjen e Papa Franceskut. Ai frymëzoi miliona njerëz përtej Kishës Katolike me përullsinë dhe dashurinë kaq të pastër. Ngushëllimet e mia janë me të gjithë ata që e ndjejnë këtë humbje kaq të thellë. Le të gjejmë ngushëllim në idenë se trashëgimia e Papa Franceskut do të vazhdojë të na udhëheqë të gjithëve drejt një bote më të drejtë, paqësore dhe më të dhëmshur. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një reagim në llogarinë zyrtare në platformën X, ku thuhet u prefsh në paqe Papa Francesku, ndërkaq një reagim kishte edhe zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Zemra ime është me miliona të krishterë në mbar botën që e donin atë. Kryeministra e Italisë Giorgia Meloni tha se lajmi për vdekjen e Papa Franceskut ishte një lajm shumë i trisht, pasi po i jepet lamtumira një njeriu të madh. Na trishton thellësisht, pasi po i themi lamtumirën një njeriu të madh. Kam pasur privilegjin që të shijoj mirësinë, këshillat dhe mësimet e tij, të cilët nuk më kanë dështuar kurrë, por ne e dim që tani ai është në shtëpinë e Zotit. Papa Francesku do të varoset jashtë Vatikanit në Bazilikën e Shën Maris Major, një nga 4 bazilikat kryesore papale në Rom, pasi parandarjes nga jeta. Ai kërkoi që trupi i tij të mos vendoset në platformën e ngritur në katafalk në Bazilikën e Shën Pjetrit. Pasardhësi i tij zgjidhet të paktën 15 ditë më vonë.